Shqipëria do të ketë një park eolik i cili do të prodhojë energji elektrike nga era. Projekti do të realizohet nga kompania amerikane CWP dhe do të ketë një kapacitet prodhues të energjisë deri në 600 megavator. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku tha se ky projekt është i rëndësishëm drejt një ekonomie të qëndrueshme, ndërsa deri më tani janë realizuar rreth 1.5 miliard euro investime në sektorin energjetik. Ky në fazën e realizimit të projekteve konkrete. Nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat i një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie. CWP është një kompani lider në energjinë e rinovueshme në Europën juglindore. Për shkak të prodhimit të energjisë së pastër që nuk ka efekte në mjedis, Shqipëria e ka zero taksën e karbonit nga Bashkimi Evropian. Taksa e karbonit, që produktet energjetike me origjinë shqiptare e përllogaritur nga Komisioni Evropian është zero. Kjo sepse Shqipëria ka investuar në mënyrë të zgjuar dhe me politikat të qarta që garantojnë integrimin e tregut energjetik në atë evropian. Për kreun e qeverisë, Shqipëria së shpejti synon që të kthehet në një vend sovran energjetik, duke arritur prodhimin e energjisë së rinovueshme deri në 30%. Dojmë që gjithçka të shkojë ashtu si duhet dhe në harkun e 12 muajve pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv. Ky park i madh i energjisë së erës në Tropoj të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Sektorin energjetik e cilëson një histori suksesi e cila konfirmohet edhe nga fakti se asnjë kompani serioze nuk ka pasur rezerva për procedura tenderuese. Ta nënvizoj me që jemi në një fazë të historisë sonë kur fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme serioze që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë sado të vogël lidhur me integritetin e garave. Sistemi energjetik në vend ka pasur një përmirësim të ndjeshëm të treguesve. Humbjet në rrjet u ulën në 16.9% nga mbi 45% që ishin para vitit 2013.